Fermerët e fshatit Sop në njësinë administrative Dërmënas të Bashkisë Fier po përballen me krizë të thellë ekonomike për shkak të mungesës së tregut të shitjes, së prodhimeve bujqësore, të shoqëruara me rritjen e kostove të inputeve dhe mungesën e subvencioneve për karburantin. Ky fakt po i çon ata drejt falimentimit. Sipas fermerëve, ata kanë investuar shumë, por të ardhurat që marrin nga shitja e kulturave bujqësore nuk mbulon as gjysmën e shpenzimeve. Gjithashtu, ata pohojnë se prodhimet u kanë mbetur stok, madje të detyruar t'i hedhin ato edhe në kanale sepse nuk kanë ku t'i shesin. Fermerët e Sopit pohojnë se situata është kritike dhe kërkon ndërhyrje të menjëhershme të institucioneve shtetërore. Ata kërkojnë mbështetje konkrete nga shteti, ulje të TVSH-s dhe subvencionim të karburantit, ndryshe nuk do të mund të vazhdojnë më aktivitetin bujqësor me të cilin kanë lidhur jetën. Ne punojmë shumë, fermerë. Prodhimet ku i çon? Ja, shumë vetëm. E han baktit. Qa? Nuk shkone, edhe më të shes për 5 lek. Qa? Së nëzirë edhe kostën. Mbjelljet, to. Nuk i nëzirë. Po me subvencionimi, ju mbështet shteti? Jo, pare. Unë përmbytët 2 herë dhe së mora asnjë lek. Mora ata që su përmbytën. Po karburantin? Jo, po karburanti, jo. Vetëm me lekët e xhepit. Ton. Ato jo. Më përmbyt 2 herë tokat dhe së mora. Po përmbyt me jonç, me grur, me të shërë së mora. Mora ata që su përmbytën. Në papa ta, kërëtarën komunë. Së përmbyt shpijet i thaj. Si e shikon të ardhmen në bujqësi? Që e kena jam, no? Si mos më keq. Si dhe, së të ndimone, unë. Dhe plakon smurë kam marrë. Dhe plakon smurë kam të me së ndimojnë shteti hare. Qa thati? Kja thesën të atas. Dhe për nga neja që e më djenu. Po pati uj prodhime shtohen, ka treg, do shtohet tregu, duhen vetëm shteti marri masa për eksportit. Ku e shisni mallin? Kështu, qa shesim në hiqë asje? Ku nuk e shesim fare, ku da shesim? S'ka treg. Me dikush anë, dikush hiq. Tregi rastësishëm. Po, tregi... Çfarë kërkoni? Në shteti, ketë dhe subvencionimet to, nafta, gjera këtu, shtati si ka fare. Nuk subvencionohet nafta? Jo, s'ka. Kush i merë ato? Pra ju ngritë 2 probleme, mungesa e tregut të shitjes dhe subvencionimi i naftës. Naftës gjithë edhe fruta perimet. Edhe këto, ketë treg. Po pati treg, ka gjallëri, ka lek, ka jetesë. Uj jashtë bëvet. E dëmtojnë fermerin këto probleme që ngritë aty? Këto e dëmtojnë sa e këpusin. Fermerët e Sopit paralajmërojnë se në mungesë të masave të shpejta, shumë prej tyre do detyrohen të braktisin bujqësinë, ndërsa të rinjt vendin duke parë si zgjidhje të vetme emigracionin.